fakt, broshura, unë e kam lexuar me shumë vëmendje, sepse është diçka për cilën unë punoj çdo ditë. Nuk ishte asgjë të çuditshme. Asgjë nga ato çfarë vetë legjislacioni na ka thënë deri tani, vazhdon të na thotë, dhe asgjë nga të ndryshme nga ato që punojësit social apo psikologët trajtojnë në tematika me të rinjt. Broshura fliste për barazinë gjinore dhe për stereotipet gjinore, të cilat duhen luftuar, sepse nuk mundet më të vazhdojmë të portretizojmë vajzën infermiere dhe djalin doktor. Këto broshure janë shpërndarë vazhdimisht. Janë pjesë e kurikulës shkollore tema të barazisë gjinore dhe të luftimit të stereotipeve. Aty shprehej dhe unë nuk e kuptoj pse u bë e gjithë kjo. Do pyesim më pastaj psikologen se pse ka pasur një alarm nga prindrit. Jep edhe koncepti i gjinisë, që ishte i përafërt me konceptin e Konventës së Stambollit, që sapo ju lexova, ose dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shprehet se gjinia i referohet karakteristikave të grave, vajzave, djemve, burrave si konstrukt social. Nuk ishte asgjë më tepër se kaq.